Përshëndetje, përshëndetje të nderuar shqiptar kudo që jeni, përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës të kanalit Monitor TV, ju abonent të këtij kanali. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin edhe ditën e sotme, si gjithmonë për të nisur maratonën ton të gjatë, maratonën të komentimeve, maratonën të lajmeve më të fundit. Jam këtu pranë jush për të sjellur lëvizjet më interesante dhe për t'i zgjeruar në komentime, për të folur në fakt rreth këtyre marrëdhënieve, rreth këtyre marrëdhënieve që në fakt na kanë bërë për vete të gjithëve. Dua të nis sot këtë ditë duke komentuar mbi marrëdhënien e Brikenës edhe Mateos, mbi një histori dashurie që po vazhdon të jetë si ato romancat e bukura në për hallat më fantastike, duke ndar atë emocionin, duke ndar atë pasionin, duke ndar atë ndjesinë tashmë edhe me fansat. Shumica më kanë pyetur dhe unë gjithmonë e kam thënë që Brikena dhe Mateo, me patjetër që në prapasken, janë krejtësisht tjetër gjë nga ajo që në fakt ne e shohim gjatë emisionit, gjatë transmetimit të këtij emisioni. Në prapasken ato janë krejt tjetër njeri, janë krejt tjetër dimension, janë krejt tjetër sistem, gjë që në fakt mua më bën që të lidhem edhe më shumë me këtë çift. Jam falendërues shumë ndaj Zotit njëherë që më ka dhënë këtë ambicien e madhe për t'i kuptuar gjërat në formën më të mirë të mundshme. Kur them në formën më të mirë, më besoni që është forma më e bukur që kam arritur ta kuptoj dhe ta zbuloj marrëdhënien e Mateos edhe Brikenës. Tani Mateo dhe Brikena në thelb të historisë, nuk kanë qenë asnjëherë në një situatë të vështirë, nuk kanë qenë asnjëherë në një situatë keqe. Si çdo çift që ka ulje dhe ngritje në marrëdhënien e tyre, në raportin e tyre, në ndjesinë e tyre, njashtu në të njëjtën formë e ka patur dhe Mateo dhe Brikena raportin dhe situatën e ndërtuar të kësaj dashurie. Do me thënë, është një dashuri që u bë me ulje dhe me ngritje, është një dashuri që pati disa ditë jo të vështira, po disa ditë mund të themi xhelozie, keqkuptimi nga ana e një femrës siç është Brikena, pati një strategji pati për marrëdhënien dhe me patjetër që pas strategji nuk funksionon dot në media, do me thënë ky është një ligj i pashkruar, por një ligj tashmë i vepruar dhe publiku normal krijoi ato hamendësimet e tyre të ndryshme për raportin. Tani po të mos ishte strategjia, po të mos ishte kjo formë e gjës, do me thënë e ndërtuar, me patjetër që Brikena dhe Mateo nuk do të kishin këtë sukses të jashtë zakonshëm, të cilin në thelb edhe në fakt e kanë. Do me thënë çifti ka arritur të ketë një sukses të mrekullueshëm dhe kjo në fakt e bën çiftin që të jetë i veçantë. Videoja që gjatë gjithë kohës ju e shikoni është një video e shkëputur nga fansat e Briteos, të cilët më njëherë ma kanë sjellur në Instagram, Tiron shiko se çfarë po bën Brikena dhe Mateo në prapasken, duke kaluar momente shumë të bukura me njëri tjetrin, duke kaluar adrenalin, duke kaluar çaste fantastike. Kjo njëherit edhe vazhdon ta konfirmoj dhe më shumë që marrëdhënia e tyre është në një stad të jashtëzakonshëm dhe marrëdhënia e tyre është në një nivel të mrekullueshëm, do me thënë gjithçka në marrëdhënien e tyre është në nivelin fantastik, është në nivelin kryevepër dhe kjo e bën marrëdhënien që të jetë një marrëdhënie e bukur, një marrëdhënie e përsosur, një marrëdhënie fantastike që edhe në fakt, do me thënë, krijon atë emocionin, atë ndjesinë tek i gjithë publiku. Deri më tani, unë gjithmonë kam thënë që marrëdhënia është e bukur, deri më tani gjërat janë të gjitha në rregull,
Çifti vazhdon të jetë në rregull, çifti vazhdon të na dhurojë emocion, vazhdon të na dhurojë dashuri, vazhdon të na dhurojë pozitivitet. Jam i bindur që edhe në ditët në vazhdim do të jetë po në këtë stad, do të jetë po në këtë nivel, duke na i dhuruar të gjitha këto emocionet të bukura në këtë mes dhe më vjen shumë keq për ato të cilët nuk e duan këtë çift, për ato të cilët nuk e simpatizojnë këtë çift, të hedhin kaq shumë vrerë dhe të luftojnë në fakt kaq shumë për një të ashtu quajturën ndarjen e tyre. Mua më pëlqen çifti Briteo, mua më pëlqen historia dhe forma se si ato e kanë nisur dhe realizuar dashurinë e tyre. Është një dashuri që realisht ka brum brenda. Unë gjithmonë them po s'pati brumin brenda, nuk mund të thuhet emocion, nuk mund të thuhet dashuri, kjo e ka brumin brenda, e ka romancën, e ka ndjesin, e ka atë luksin për të qenë të lumtur dhe realisht ka një merit në këtë mes që vetëm çifti di ta bëj edhe di ta jap. Unë i uroj të gjitha të mirat. Mateos, me patjetër që edhe Brikenës të gjitha të mirat, uroj që të vazhdojnë në këtë formë, të na japin gjithmonë dashuri, të na japin gjithmonë pozitivitet, sepse ne në fund të ditës këtë gjë kërkojmë nga çifti, në fund të ditës ne duam dashurinë e tyre dhe shpresoj që të rejat e tyre, marrëdhënia e tyre gjithmonë të sjellë domethënë këtë ngrohtësinë që di ta fal vetëm Brikena dhe Mateo. Domethënë shoh një romancë të bukur, shoh një emocion të bukur dhe shoh një histori e cila realisht po na përfshi të gjitha. Domethënë marrëdhënia është e mirë, nuk ka krisje, nuk ka ndarje, mos besoni në hamendësime, mos besoni në thashetheme të ndryshme, janë vetëm në bazë të thashethemeve, janë vetëm në raport të thashethemeve, të cilat në fund të ditës edhe një herë më duhet ta citoj, nuk kanë, nuk kanë qëndrime apo vendime nga vetë çifti, çifti po tregon që ka një marrëdhënie të mrekullueshme me njëri tjetrin, të gjitha të tjerat janë gënjeshtra, janë mashtrime që vetë publiku, disa nga publiku mundohen që të nxjerrin 2-3 lajme, 2-3 tema nga vetë çifti Briteo. Edhe një herë i uroj vetëm të mira. Nga Mateo dhe Brikena kemi shumë gjëra të bukura, kemi shumë pika interesante që në fakt po na vinë dhe kjo tregon që dashuria, romanca, emocioni vazhdon edhe rritet, ashtu siç e ka thënë edhe Sasha që te kalaja e Elbasonit do të kemi dasmën, aty ku do të ftoj të gjithë shqiptarët, të cilët e deshën Eduard Trokitën dhe i dhuruan emocionet më të bukura Mateo Borit. Ne do ritakohemi sërish së bashku, ju vazhdoni të më ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV. Ju faleminderit shumë, jepni dhe komentet e juaja.